Shqiptarët nga Mali i Zi që jetojnë dhe veprojnë në Shtetet e Bashkuara janë kontribuesit më të mëdhenj financiar në ndërtimin e objekteve të rëndësishme publike dhe infrastrukturore në vendlindje. I tillë është dhe projekti më i fundit i ndërtimit të rrugës së Trieshit, që lidh disa bashkësi lokale të Malësisë, për të cilën shqiptarët nga Mali i Zi që jetojnë në Shtetet e Bashkuara dhuruan mbi $500.000. Korrespondenti i Zërit Amerikës në Malë të Zi, Ali Saleh, përgatiti kronikën me këtë temë. Shqiptarët nga Mali i Zi që jetojnë në mërgim kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë ta ndihmojnë vendlinjen e tyre në mënyra të ndryshme. Dashuria e madhe e mërgjimtarëve për ta ndihmuar vendlinjen ka bërë që të investohet në shumë objekte infrastrukturore të rëndësishme për mbijetesën e komunitetit shqiptar në Malë të Zi. Pothuajse nuk ka ndonjë objekt të infrastrukturës në treven e Malësisë i cili është realizuar pa kontributin, pa ndihmesën në pjesën më të madhe të bashkëvendasve tonë të cilët jetojnë në mërgim. Dhe për këtë ne duhet të jemi mirënjohës gjithë jetën. Ata në këtë mënyrë e kanë dëshmuar më së miri dashurinë e vet për këtë troje, për vendlinjen e vet, për vendlinjen dhe për trojet e të parëve të tyre. Rrugat, urat, shtëpitë familjare për familjet në nevojë, objekte shkollore, objekte të kulturës, e tjera. Një projekt i fundit që po realizohet në Malësi është edhe investimi në rrugën e Trieshit dhe Bjeshkës së Koritës, që lidh disa bashkësi lokale me kryeqytetin e Podgoricës. Është duke realizuar njëri ndër projektet më të mëdha në treven e Malësisë, jo vetëm sot, por me sa di unë në këto 30 vitet e fundit, zgjerimi, rikonstruimi dhe modernizimi i rrugës në drejtim të Trieshit dhe të Bjeshkës së Koritës është projekti më madhor i realizuar në treven e Malësisë në këto 30 vitet e fundit. Pra, rruga në gjatësi prej rreth 25 km nga kilometri i 7, pasaj për në fundna, Koj, Triesh deri në Bjeshkën e njohur të Koritës. Kjo rrugë pra e lidh të gjitha këto treva. Këshilli organizativ u është mirënjohës mërgjimtarëve për ndihmën dhe kontributin që japin në zhvillimin e vendlindjes. Mërgjimtarët kanë bërë pjesën e vetë të punës dhe ne jemi shumë mirënjohës për të gjithë mërgjimtarët, jo vetëm Trieshan, jo vetëm të Malësisë, por edhe nga viset tjera nga Plava, Gucia, Kilmendi, që kanë donuar mjetet e veta financiare për të ndërtuar, për të modernizuar ky aks rrugor. Me 10 bashkëdhëtar kanë bashkuar mjetet financiare për të ndërtuar dhe sanuar objekte të rëndësishme publike dhe infrastrukturore në vendlindje. Kontributi i tyre zbus shpërnguljen e shqiptarëve nga trojet e tyre etnike në Malë të Zi, që tashmë është ndruar në një dukuri të theksuar. Për Zërin e Amerikës nga Malësia, Ali Saleh.